Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së akrepit. Uroj të jeni mirë. Të bëjmë leximin e radhës për ju dhe po fillojmë me të kaluarën që mund të ketë akoma të them gjëra të tilla dhe në aktualen. Ky kombinim i këtyre dy letrave është stresi dhe dhimbja, tregon periudha tensioni, të dashur akrepër, konflikti dhe ndjenja të thella lëndimi. 5 të zjarit flet për konflikte, ndoshta të jashtme me njerëz të tjerë, por ose të mbrëmshme mes dëshirës për të vepruar dhe ndjesisë së mbi ngarkesës. 9 të ajrit sjell një dhimbje emocionale që ke mbajtur për brenda, të dashur akrepër. Dhe kjo periudhë ka qenë goxha shpërthyese. Ndoshta mbushur me keq kuptim ose fjalë që nuk janë thënë, të dashur akrepër, fjalë që nuk janë thënë absolutisht, dhe për këtë arsye kanë lënë plagë të pashëruara, të dashur akrepër. Me këto dy letra të kaluarës po marrim vajzën e tokës dhe njeriun shpirtëror apo shamanin ndryshe. Tani sikur jeni duke kërkuar një stabilitet, siguri, një lidhje më të thellë me vlerat e tua. Vajza e tokës flet për ta them veten dhe apo dhe për dikë që mëson të kujdeset për veten dhe të ndërtohet nga themeli, nga këmbët, nga toka. Në këtë, shamani të fton të kërkos udhëzim, qoftë nga një mësues, një sistem shpirtëror, apo nga vetë mbretëria jote e urtë. Ke nevojë të dashur akrepër për një mbështetje që nuk është vetëm emocional, por edhe që i qëndrueshëm dhe i organizuar. Tani është koha për të ndjekur një udhë të re me disiplinë dhe qartësi, pas gjithë këtyre gjërave që nuk keni mundur t'i thoni me zë të lartë, që ju kanë sfiduar, që ka qenë ndonjë dhimbje, mund të qenë një konflikt, mund të qenë çfarëdo lloj gjëje, mund të qenë dhe sëmundje, por kjo nuk duhet t'ju ndaloj. Këto dy letra të fundit që është e ardhmja juaj, mesazhi i të ardhmes të dashur, janë premtimi yt i fuqishëm. Gjithçka që ke kaluar mund të shndrohet në rritje dhe ndërtim. Integrimi, që është kjo letra, flet për procesin e shërimit përmes pranimit. Kemi kaluar, ka kaluar. Kemi përjetuar, e kemi përjetuar, por që duhet ecur para. Është vërtet janë dy letra që premtojnë shumë. Dhe flet nuk ke nevojë të luftosh më me anët e tua që duken të kontradiktora. Ato janë pjesë e një mozaiku më të madh që po bashkohen në ju të dashur. 3 të tokës, që është kjo këtu. 3 të tokës flet për rritje konkrete përmes përkushtimit dhe bashkëpunimit. Diçka shumë më e bukur është duke ndërtuar, diçka shumë më e bukur është duke ardhur, të dashur akrepër. Nëse vazhdon me dhe një çik durim dhe ndjek intuitën tënde, që vërtet është rrënjosur dhe ju ka dhënë goxha shumë tani. Çfarë mesazhesh mund të merrni nga ky lexim, të dashur akrepër, apo çfarë mund të bëni praktikisht? Pranoj ato plagë dhe mos i anashkalo. Kemi jetuar, i kemi kaluar. Tani, krijo një strukturë të qëndrueshme për ndërtimin e diçkaje tënden, që është e jotja. Mos ki frikë kurrë, të dashur akrep, të kërkosh ndihmë apo të pranosh udhëzim nga dikush tjetër. Lidhja me natyrën është shërimi më i madh dhe veprimet toksore, ushqim, ecje, punë, do të ndihmojnë shumë kësaj radhe. Të dashur akrepër, është një gjë që keni përjetuar dhe nuk do të thotë që duhet të ngelemi këtu. Të pranojmë, ti përpunojmë brenda vetes dhe të ecim përpara, nga që jeni duke u rritur
dhe duke integruar në një ju akrepër të rinjë. Faleminderit shumë të dashur akrep që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka sot, edhe herën tjetër, qofshi bekuar.